Sot është dita e Fitër Bajramit, dita e gëzimit, dita e shpërblimit të një muaji sakrificë, të një muaji agjerim, të një muaji bamirësie. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar thotë që ta plotësoni numrin dhe ta madhëroni Allahun për udhëzimin e tij dhe që të jeni mirënjohës. Pikërisht sot në këtë ditë ne përmbushim atë muaj të madhëruar. Vëllezër dhe motra, Bajrami nuk është thjesht fest për të krijuar mundësi për të shëtitur, por është një fest për të krijuar një reflektim ndaj vetes tonë, familjes tonë dhe mbar shoqërisë. Bajrami është ai i cili ne duhet të pyesim vetët tona. Vallë, muaji Ramazanit çfarë ndryshoi tek ne? Çfarë gjurmësh ka lënë tek ne dhe si duhet të sillemi ne pas këtij muaji madhështor? Pejgamberi alayhis salam thotë: ka prej atyre agjerues që nga agjerimi i tyre nuk marrin asgjë tjetër me vete vetëm se urinë dhe etjen. E nëse këta nuk janë ndaluar nga fjala e keqe dhe veprat e këqija, por vetëm thjesht kanë agjeruar, në ditën e gjykimit do të jenë vetëm thjesht të uritur. Vëllezër dhe motra, në këtë ditë, para se kemi ardhur të falë Bajramin, ne jemi solidarizuar edhe me ata të cilët nuk kanë mundësi të blejnë diçka, duke dhënë sadakan e fitrit. Gjë e cila, thot pejgamberi alayhis salam, plotëson mangësitë dhe pastron agjerimin e agjeruesve. Prandaj sot ne duhet të kujdesemi më shumë se asnjë ditë tjetër për të varfrit, për jetimet, për ata të cilët na rrethojnë dhe kanë nevojë për ne. Vëllezër dhe motra, jetojmë në një kohë ku ka shumë premtime, ka shumë fjalë e reklama, por nuk ka vepra e sinqeritet. Jetojmë në një kohë ku pasuria shëtit nga i pasurin e të pasurin e i varfri çdo ditë varfrohet. Jetojmë në një kohë ku vehen me gara kush do të jetë më i pasur, por harrojnë se janë duke shkel mbi të varfër. Jetojmë në një kohë ku lidhjet janë vetëm për interes të njëri tjetrit e asnjë lidhje pothuajse për sinqeritet dhe për kënaqësinë e Zotit. Jetojmë në një kohë ku fjala ka pesh vetëm në momentin kur e themi e nuk ka kërkesë llogarie për ta kthyer atë në vepër. Jetojmë në një kohë ku ka shumë mashtrime në emër të bamirësisë e as pak mirësi në të. Jetojmë në një kohë ku shtrohen sofra, të cilat nuk janë të zotë të sofrave ata që e meritojnë, por janë ata të cilët fytyrat e tyre reklamojnë. Jetojmë në një kohë ku fjala iftar e ka humbur kuptimin e tij, duke e kthyer në sofra të kollaruarishurve e të atyre të cilët duan vetëm veten ta tregojnë. Prandaj duhet i bëjmë një thirrje vetes tonë në radhë të parë që iftarin t'ia kthejmë agjeruesve e islamin t'ju alëm muslimanëve. Sepse ne nuk kemi nevojë për reklama, por kemi nevojë për sinqeritet dhe për vepra. Vëllezër dhe motra, thot Zoti i Madh në Kur'an, ju ka shpërqendruar gara për shtimin e pasurisë e kjo ju ka larguar juve nga sinqeriteti. Me të vërtet mund të bëjmë pasuri, por në fund të fundit 2 metra dhe do të na mbulojnë e ajo nuk ka nevojë as për pasuri, as për vila e as për gjë tjetër. Bajrami na rikthen në thelbin e tij, në besim, në familje, në moral, në solidaritet. Na kthen aty ku duhet, në natyrshmëri. Ashtu siç na ka krijuar Zoti të pastër, na kërkon që të kthehemi përsëri të pastër. E për të kthyer të pastër tek ai, jeta jonë duhet të jetë e pastër, sepse pastërtia nuk vjen vetvetëm. Të dashur besimtarë, mos e lini që pas Ramazanit të kthehemi atje ku ishim më parë, duke harruar se një muaj kemi agjeruar për të pastruar. Allahu i madhëruar thotë, e Allahu nuk e ndryshon gjendjen tuaj pa ndryshuar ju gjendjen tuaj. E nëse ne nuk reflektojmë, Zoti i gjithësisë mbi ne nuk do të reflektojë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ndërsa ne sot festojmë me gëzim, me hare, në vendet e tjera të botës
nuk arrin të gëzojnë për shkak të luftës që po ndodh, për shkak të trazirave. E këto lufta për çfarë po bëhen e vetëm se për të shtuar apo për të shkatëruar pasuri, e për të treguar se sa i fortë është njëri dhe sa i fortë është tjetri. E në fund të fundit ata që vriten janë fëmijë. Nuk kemi parë ndonjërin prej këtyre të fortëve të dalë pari në rreshtat e luftës e të tregojë sa i fortë është, por që bombat e tyre po binë mbi fëmijët e pafajshëm, mbi gra, mbi familje, mbi të moshuar, të cilët kanë hallet e tyre të jetesës, ndoshta edhe të mbijetesës. Prandaj ne shohim Gazën për vite me radhë, e cila tashmë po përballet jo vetëm me luftën që ka pas, por edhe me urinë e me humbjet e shtëpive të tyre, të cilët janë në qiell të hapur dhe Zoti na ruaj, kjo po zgjerohet edhe në shtetet e tjera, ku e lutim Zotin ta ndalojë 1 minutë më parë se forca e jonë është pothuajse zero. Vëllezër dhe motra, të mos jemi indiferent, të mos e harrojmë këtë popull, të mos e harrojmë Shqipërinë tonë për të reflektuar e të kemi një Shqipëri më të mirë. Unë nuk di të them tjetër vetëm se ti lutem Zotit të gjithësisë në praninë tuaj, ku i them: O Allah, pranoj agjërimin tonë, adhurimin tonë, na fal mëkatet sepse janë të shumta dhe na bëj prej atyre të cilët kanë shpëtuar nga zjarri. O Allah, përmirëso gjendjen e këtij populli, bashkoj zemrat dhe largos provat dhe fatkeqësitë. O Allah, ndihmoj vëllezërit tanë të shtypur kudo që ndodhen ata. O Allah, ruaj banorët e Gazës dhe të Palestinës e të shteteve të tjera të cilët po përballen me luftra të padrejta, të cilët po përballen me uri e me sprova nga më të ndryshme. O Allah, ruaj popullin shqiptar nga çdo e keqe dhe sprovë. Bashkoj zemrat tona na bëj të dashur për kënaqësinë tënde e jo për interes të kësaj bote. O Allah, përmirësoj rinimin e vendit tim. Ruaj bijtë dhe bijat e këtij vendi nga sprovat e dukshme dhe të padukshme, dhe bëj ata prej njerëzve të mirë me moral të mirë, të cilët kontribuojnë për vendin e tyre. O Allah, largo prej tyre varfërinë, padrejtësinë dhe përçarjen, dhe bëj prej robërve të tu të mirë të cilët dëgjojnë fjalën tënde dhe ndjekin në rrugën e pejgamberit tonë. O Allah, bekoj dëshmorët e këtij vendi, shëroj të sëmurët e këtij vendi, mëshiroj të vdekurit e këtij vendi dhe bëj të ardhmen tonë më të mirë si të tashmen e të kaluara. Zoti ju bekoft, Zoti e bekoft mbar Shqipërinë dhe e nxjerr nga kjo varfëri e nga kjo padrejtësi e cila na ka mbuluar. Qoftë ky Bajram një ditë reflektimi për të reflektuar në mbarjetën tonë. Ju uroj gëzuar Bajramin nga zemrat e gjithëve. Zoti ju shpërblet. Gëzuar